إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë lavdërim, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që ai e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe dërguari I Tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin në librin Gjunahet e Mëdhaja të Imam Adh-Dhahabiut, Allahu e mëshiroft, me komentimin dhe shpjegimin e shehut ton të nderuar Sheh Sulejman Ar-Ruhailit, Allahu e ruajt. Dhe jemi tek gjunahu I madh I dytë, tek gjunahu I madh I dytë që vjen mbas shirkut ndaj Allahut të lartësuar. Na ka ngelur për të përmendur edhe disa hadithe të cilat I ka përmendur Imam Adh-Dhahabiu në lidhje me këtë temë. Ndaj Imam Adh-Dhahabiu, Allahu e mëshiroft, thot po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la yazalu al-mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Thot, vazhdon të jetë njeriu I lirë dhe të ketë hapësirë në fenë e tij për aq kohë sa nuk ka derdhur pra një gjak të ndaluar. Edhe ky tekst është teksti që ka transmetuar Imam Al-Bukhariu, Allah mëshiroft. Ky është hadith të cilin e përmendëm edhe në mësimin e kaluar, që kështu nuk ka nevojë që ta përsërisim më, thot shehu, shpjegimin e tij. Po ashtu thot Imam Adh-Dhahabiu, Allah mëshiroft, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: awwalu ma yuqda bayna an-nasi fi ad-dima. Gjëja e parë për cilën do të bëhet gjykimi midis njerëzve është në çështjet e gjakut. Do më thënë për vrasjet dhe gjakderdhjen që ka ndodhur midis tyre. Sheh Sulejman Ar-Ruhaili, Allahu ruajt, thot ky hadith është hadith cilin e ka transmetuar Imam Bukhari dhe Imam Muslimi, Allahu I mëshiroft, dhe kuptimi I tij është se gjëja e parë për cilën do të ndodhi gjykimi ditën e Kiametit, pra midis njerëzve, në çështjet që ka të bëjnë me të drejtat midis tyre, është në çështjet e gjakut, pra në vrasjen që është bërë midis tyre dhe në gjakderdhjen. Po ashtu thot Imam Adh-Dhahabiu hadithin tjetër, ka thënë Bashir ibn Muhajir nga babai I tij, pra transmeton nga babai I tij radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la qatlu mu'minin a'zamu 'inda Allahi min zawali ad-dunya. Me të vërtetë vrasja e një besimtari është më e madhe tek Allahu se sa zhdukja e dunjas. Thot Sheh Sulejman Ar-Ruhaili, Allahu ruajt, se këtë hadith e ka transmetuar An-Nasaiu nga Burajda. Po ashtu Imam Al-Albani, Allahu mëshiroft, ka thënë se ky hadith është I mirë edhe I sakt. Po ashtu ky hadith ka ardhur edhe me transmetime të tjera. Ka ardhur nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma me tekstin që thot: la zawalu ad-dunya ahwanu 'inda Allahi min qatli ar-rajulin muslim. Thot, zhdukja e dunjas është më e lehtë tek Allahu se sa vrasja e një burri musliman. Dhe ky tekst është teksti I cilin e ka transmetuar At-Tirmidhiu, ndërsa në një transmetim tjetër thot: la zawalu ad-dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighayri haq. Thot, zhdukja e dunjas është më e lehtë për Allahun se sa vrasja e një besimtari me pa të drejtë. Dhe këtë ka saktësuar Sheikh Al-Albani, Allahu e mëshiroft. Kuptimi
është se vrasja besimtarit me pa të drejtë është gjunah pra më i madh dhe krim më i madh tek Allahu Azza wa Jall se sa të nxituarit për ta zhdukur dunjan që të gjithë ata. Pra se sa njeriu të nxitoj për ta zhdukur dunjan. Kjo është më e rëndë tek Allahu. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë që kuptimi është se vrasja e besimtarit me pa të drejtë është më e madhe se të gjitha gjunahet e dunjas, përveç shirkut. Pra është më e madhe se gjitha gjunahet e dunjas, përveç shirkut. Pra ajo që është për qëllim o vëllezër thot është që tregohet se çështja e vrasjes është e tmerrshme dhe ndëshkimi i saj është i rëndë dhe se shëmtia e saj është shumë e madhe, thot shehu. Dhe kjo tregon se vrasja e qëllimt dhe e padrejtë është më e madhja e gjunaheve të mëdha mbas shirkut ndaj Allahut të lartësuar. Mëtej vazhdon Imam Adh-Dhahabiu Allahu e mëshiroft, duke përmendur pra hadithet e radhës në lidhje me këtë temë dhe thot dhe ka thënë Firas, pra duke transmetuar nga Ash-Sha'bi, edhe ai nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi al-ishraku billah wa qatlu an-nafsi wa uququl walidain. Më i madhi i gjunaheve të mëdha, apo më e madhja e gjunaheve të mëdha është shirku ndaj Allahut, vrasja e njeriut dhe mos respektimi i prindërve. Po thot shehu Allahu e ruajt, këtë hadith e ka transmetuar Ibn Abi Shejbe dhe Nesaiu thot në Sunan al-Kubra. Pra edhe Imam Ahmedi dhe ka saktësuar vet Imam Adh-Dhahabiu Allahu më shëroft bashkë me Sheikh Al-Albani Allahu më shëroft. Dhe tek transmetimi i Imam Bukharit ka ardhur me tekstin El-Kebair. Pra aty ku thot më të mëdhat, më e madhja gjunave të mëdha, kjo s'përmendet, por se thot gjunahet e mëdhaja janë shirku ndaj Allahut, vrasja e njeriut dhe mos respektimi i prindërve. Kështu përmendet tek transmetimi i Imam Bukhariut. Dhe kjo tregon për atë që neve përmendëm, qoftë në mësimin kaluar, po qoftë edhe tani pak më parë, që vrasja e njeriut me pa të drejtë është prej më të mëdhajave të gjunave të mëdha. Madje thot është gjunahu i madh i dytë mbas shirkut ndaj Allahut të lartësuar. Thot Imam Adh-Dhahabiu, wa qala Humaydun, dhe ka thënë Humayd ibn Hilalin, nabba'ana Nasr ibn Asim, na ka njoftuar neve Nasr ibn Asim. Këto thot shehu se të këtë gjitha transmetimet që unë kam kontrolluar dhe kam parë nuk është Nasr ibn Asim, por se është për qëllim Bishru ibn Asim. Pra thot Imam Adh-Dhahabiu, na ka njoftuar neve Bishru ibn Asim. Ka thënë, na ka njoftuar neve Uqba ibn Malik nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai ka thënë, inna Allaha aba alayya biman qatala mu'minan. Dhe këtë ka thënë 3 herë. Dhe kjo është sipas kushtit të Imam Muslimit. Pra ky hadith është sipas kushtit të Imam Muslimit. Thot shehu Allahu rujt se këtë hadith e ka transmetuar Nesaiu, Imam Ahmedi dhe ka saktuar Sheikh Al-Albani e mëshiroft. Dhe kuptimi i hadithit është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahu të lartësuar dhe i ka kërkuar atij, i ka kërkuar pendim dhe falje për atë person që bën vrasje të qëllim, pra që vret një besimtar. Mirë pa Allahu i lartësuar nuk e ka pranuar një gjë të tillë. Nuk e ka pranuar një gjë të tillë. Dhe aty ku thot që e ka thënë 3 herë. Thot shehu që nëse kjo fjalë, pra fjala që thot e ka thënë 3 herë, nëse kjo fjalë është fjalë e sahabiut, atëherë kjo tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përsëritur këtë fjali 3 herë për ta theksuar dhe për ta përforcuar. Ama nëse kjo fjalë që e ka thënë atë 3 herë është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
i është lutur 3 herë Allahu të lartësuar, i është lutur 3 herë që ta falje dhe ta pranoj pendimin e atij personin që vret qëllimisht dhe padrejtisht. Mirë po Allahu i lartësuar nuk e ka pranuar një gjë të tillë. Nuk e ka pranuar një gjë të tillë. Po ashtu thot shehu se shumica e dietarëve kanë mendimin se kjo gjë është bërë me qëllim qortimi. Pra nuk pranohet pendimi i tij, është thënë në këtë mënyrë, apo nuk ka pranuar që të pranohet pendimi apo që të ketë faljet për atë person. Kjo është bërë me qëllim qortimi dhe paralajmërimi thot për atë person që bën vrasje të qëllim dhe të padrejt, pra për vrasësin. Dhe se ajo që është për qëllim është se Allahu i lartësuar nuk ka pranuar që ta pranoj pendimin e vrasësit që bën vrasjen të qëllimt, pra me një pranim të përgjithshëm. Por se ajo që është sepse thot kuptimi është që Allahu mund t'i japi sukses vrasësit që të pendohet dhe ta pranoj pendimin e tij. Mirë po kjo nuk ndodh me çdo vrasës. Pra nuk ndodh që të pranohet pra pendimi i çdo vrasësi. Thon pra shumica dietarëve ky është kuptimi i hadithit. Pra thon dietarët, sikur Allahu t'i përgjigjej lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do ishte dhënë sukses çdo vrasësi që të pendohesh. Mirë po Allahu i lartësuar nuk e ka pranuar një gjë të tillë. Prandaj nuk pranohet pendimi i vrasësit me një pranim të përgjithshëm. Domethënë, jo çdo kujt prej vrasësve i pranohet pendimi. Mirë po ashtu sikurse kemi përmendur thot shehu, nëse vrasësi pendohet me pendim të vërtet dhe të sinqert, atëherë mendimi më i saktë që kanë dietarët për këtë çështje, edhe që është i saktë thotë që është se pendimi i tij pranohet. Pendimi i tij pranohet dhe ngelet ajo që tham pra që ky hadith ka për qëllim qortimin e rënd për vrasësin që ai mos të guxoj që të bëj vrasje. Po ashtu ka thënë Imam Adh-Dhahabiu Allahu mëshiroft, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin yuqtalu dhulman illa kana ala ibn Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl, muttafaqun alayh. Nuk ka njeri që të vritet pa drejtësisht përveç se biri i parë i Ademit do të ketë gjynah prej gjakut të tij, pra prej gjakut personit që është vrarë, sepse ai është i pari që e ka nisur vrasjen, Ky hadith është hadith cilin ka transmetuar Buhari dhe Muslimi. Thot Sheh Sulejman Roheli Allah rujt, thot po, këtë hadith thot pra e kanë transmetuar të dy dietarët, Imam Buhari dhe Imam Muslimi, dhe në të tregohet se çdo njeri i cili vritet pa drejtësisht, atëherë biri i parë i Ademit do të ketë gjynaf. Mirë po, aty ku thot biri i parë, fjala i parë këtu është për qëllim i pari që ka bërë vrasjen, apo është për qëllim i pari që ka lindur, pra në aspektin e lindjes apo në aspektin e vrasjes. Dhe disa prej dietarëve ka thënë që i pari pra në vrasje, që ka bërë vrasjen. Ndërsa disa prej dietarëve tjerë kanë thënë që i pari në lindje, pra biri i pari i Ademit që ka lind i pari. Mirë po disa prej dietarëve kanë thënë që është për qëllim biri i pari i Ademit që ka bërë vrasjen, sepse ai është i pari që e nisi vrasjen. Ndërsa disa prej dietarëve kanë thënë që është ai që ka lind i pari, sepse ai është më i madhi i bijve të Ademit, alayhis salam, dhe ai është Kabili. Kabili është i pari, i cili tek shumica e dietarëve pra është Kabili, i cili vrau vllajën e tij që quhej Habil. Kabili vrau Habilin. Për shkak se Allahu i lartësuar e pranoi kurbanin e Habilit dhe nuk e pranoi kurbanin e Kabilit dhe prandaj ja vrau atë. Pra ky vrasës i parë thot shehu
ka një pjesë të gjunahut për çdo vrasje që ndodh mbas tij, sepse është i pari që nisi vrasjen. Për çdo vrasje që ndodh në tokë, pra ka edhe një pjesë të gjunahut. Çfarë përfitohet nga ky hadith? Përfitohet, thot shehu, bëni kujdes, thot që domethënë ta përmbledh çdo kush që bën një vrasje. Çdo kush që bën një vrasje dhe pastaj, aleikum selam. Çdo kush që bën një vrasje dhe pastaj e pasojnë këtë njeri në këtë vrasje që i bën edhe njerëz të tjerë, pra për shkak të tij fillojnë dhe njerëz të tjerë të kryejnë vrasje, sepse marrin guxim nga ky. Atëherë që të gjithë ta kanë një pjesë, atëherë ky i pari që e bëri vrasjen, pra që nisi vrasjen, ka pjesë gjunahu nga gjitha ato vrasje që ndodhin në seri njëra pas tjetrës mbas tij. Pse? Sepse ky është i pari që nisi vrasjet. Disa prej dietarëve, thot shehu, kanë thënë tu përveç se nëse ai pendohet dhe përmirësohet. Nëse ai pendohet dhe përmirësohet, pra vrasësi i parë, nëse pendohet dhe përmirësohet, atëherë bien të gjitha gjunahet ndaj tij. Bien të gjitha gjunahet ndaj tij. Kto shehu sjell edhe një shembull dhe thotë që po e njëjta gjë ndodh edhe me atë person që u mëson njerëzve bidatin. Qoftë ai ligjërues xhamie, qoftë ai mësues, kudo qoftë ai, nëse u mëson njerëzve bidatin dhe këtë bidat e pasojnë të tjerët, e përhapin të tjerët, atëherë ky person që e nisi për herë të parë këtë bidat, atëherë ka gjunaf për sa herë që kryhet ky bidat pas tij. Çdo person që kryen dhe thret apo e praktikon këtë bidat, ka gjunaf pra personi i parë që nisi këtë bidat. Përveç se në rast se ai pendohet, thot shehu, dhe përmirësohet, edhe është dhe kushti i tretë dhe u asqaron njerëzve që kjo që ai u ka mësuar njerëzve është bidat. Atëherë këtu pranohet pendimi i tij dhe bien gjunahet ndaj tij. Pra, momentin që ky person pendohet nga ky bidat që ai ka përhapur, ka shpikur dhe i ka thritur njerëzit të ky, këtë bidat që ky person e ka shpikur dhe i ka thritur njerëzit, ndodh thot për shkak të dy arsyeve. Këtë e bën thot ose për shkak për të arritur pozitë dhe grada, sepse në përgjithësi njerëzit janë që i ndjekin epshnat dhe emocionet. Dhe kështu nuk e pranojnë fjalën e vërtet kur i vjen nga dikush. Prandaj që ato çfarë bëjnë për t'i kënaqur njerëzit, i përhapin devijimet, gjunahet dhe bidatet dhe kështu ata pra e bëjnë për pozitë dhe grada që të kenë pozitë tek njerëzit. Dhe arsyeja e dytë thot ose këtë e bëjnë për shkak të pasurisë. Pra nëpërmjet bidateve që i përhap, ai ushqehet me atë bidat. Ushqehet duke përhapur bidatet sepse ka njerëz saktuar që i ndjekin devijimet dhe e paguajnë atë. Pra, nëse ai pendohet, përmirësohet dhe u asqaron njerëzve që kjo është bidat, atëherë bien gjunahet ndaj tij dhe nuk merret në llogari ditën e gjykimit. Thot Imam Adh-Dhahabi, Allah më shëroft, nga Ibn Amr radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man qatala mu'ahidan lam yarah ra'ihat al-jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Thot kush vret një njeri që ka marrëveshje me muslimanët, kontrat me muslimanët, ai nuk e ndjen aromën apo erën e xhenetit, thot, edhe pse era e xhenetit ndjehet nga një distancë prej 40 vitesh larg. Këtë hadith e ka transmetuar Buhari dhe Nesaiu. Thot Sheikh Suleman Roheli, Allah rujt, se ne thot mësuam në mësimet e kaluara dhe ashtu siç e kemi përmendur më përpara se njeriu i mbrojtur apo shpirti i njeriu që është i mbrojtur që nuk lejohet vritet në fen ton, ai është i mbrojtur ose për shkak të besimit që ka, pra besimit islam,
ose për shkak se atij është dhënë besa nga ana e muslimanëve. I është dhënë besa dhe siguria nga ana e muslimanëve. Sa i përket njeriut, shpirtit të njeriut të mbrojtur për shkak të besimit që ai ka, ai është thot shpirti i muslimanit. Dhe të gjitha ato tekste që ne i kemi përmendur më përpara kanë të bëjnë me shpirtin e muslimanit. Ndërsa sa i përket shpirtit të njeriut të mbrojtur për shkak të sigurisë që është dhënë, ai është shpirti i mosbesimtarit. Pra është gjetur një shkak prej shkaqeve që të ruhet dhe të mbrohet shpirti i tij, pra që mos të vritet. Edhe këto shkaqe, sikurse e ka përmendur shehu, thot kjo ndodh ose për shkak të një kontrate që ka ndodhur midis këtij mosbesimtarit dhe muslimanëve, kontratë mbrojtje, që quhet aqdu dhimme, kontratë mbrojtje, që bëhet midis dy palëve, pra që mosbesimtari të jetojë në mesin e muslimanëve. Kjo kontratë bën që ai të jetojë në mesin e muslimanëve dhe mos cënohet jeta e tij. Dhe kjo bëhet kundrejt pagesës së xhizjes, pagesës së taksës së xhizjes. Dhe sipas mendimit më të saktë, thot shehu, është se xhizja nuk është diçka e veçantë vetëm për xifutët dhe të krishterët. Ky është mendimi i shehut. Thot më i saktë i mendimeve është që nuk është e veçantë për xifutët dhe të krishterët, por se përfshin edhe të tjerët që nuk janë xifutë dhe të krishterë. Ndërsa shkaku i dytë thot është siguria. Dhe ç'është siguria? Është ajo kur dikush, një musliman, pra, një musliman jep sigurinë një mosbesimtari. Në moment që ai jep sigurinë një mosbesimtari që ai të jetojë në një vend musliman, atëherë nuk i lejohet askujt që ta cënojë jetën e këtij mosbesimtari. Për shkak se njëri prej muslimanëve, qoftë ai pra një individ i thjesht, i ka dhënë atij sigurinë që nuk do të ta cënojë kush, dhe kështu bëhet obligim për të gjithë që mos ta cënojnë jetën e tij. Dhe e treta, thot shehu, është ajo traktati i paqes. Traktati i paqes që nënshkruhet midis muslimanëve dhe jo muslimanëve, traktat paqeje ose për armë pushim për një kohë të caktuar ose për një kohë më të gjatë. Atëherë edhe kjo bën që të ndalohet cënimi i jetës së mosbesimtarit për aq kohë sa që ndron fuqi kjo marrëveshje midis tyre apo kjo traktat paqe apo për armë pushim. Mi po thot shehu, ka dalë thot dhe një shkak i ri në kohën tonë, që është ajo që quhet bashkëjetesa në një vend të përbashkët. Pra thot, nëse një mosbesimtar është bashkëjetues në një vend musliman, pra jeton në një vend bashkë me muslimanët, atëherë thot, shpirti i tij ruhet dhe mbrohet nëpërmjet kësaj marrëveshje. Pra fakti që jeton në një prej vendeve muslimane, islame, nuk e lejon pra që të cënohet jeta e tij. Dhe thot shehu se këtu thot fillon Imam Adh-Dhahabiu që të flas për vrasjen e njeriu të mbrojtur me siguri. Pra këtu fillon të flasi për vrasjen e njeriu të mbrojtur me siguri. Pra me këto shkaqet që ne i përmendëm. Dhe thot se kjo është gjunah prej gjunaheve të mëdhaja. Thot Imam Adh-Dhahabiu, Allah më shëroft, thot nga Abu Huraira radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ala man qatala nafsan muahadatan laha dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi faqad akhfara dhimmat Allah wa la yarah raihata al-jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 kharifa. Thot, thot ai i cili vret një njeri që ka marr marrëveshje, pra që ka marrëveshje me muslimanët, i cili gëzon mbrojtjen e Allahut dhe të dërguarit të tij, atëherë ai e ka shkelur mbrojtjen e Allahut dhe nuk do ta ndjej aromën e xhennetit,
edhe pse aroma e tij, era e tij ndjehet nga një distancë prej 40 vjeshtash. Pra 40 vitesh. Këtë hadith e ka transmetuar at-Tirmidhiu, Allah më shroft. Dhe thot shehu, Allahu rujt, po thot, ajo që është tek Tirmidhiu thot është se aroma e tij apo era e tij gjendet për një distancë pra 40 vjeshtash. Dhe këtë e ka saktu Sheikh Al-Albani, Allahu e mëshiroft. Pra ajo që është për qëllim me këtë hadith është se mosbesimtari i cili arrin, pra nëse ai arrin një shkak prej shkaqeve të sigurisë, atëherë për të është lidhur mbrojtja e Allahut të lartësuar. Pra ai gëzon mbrojtjen e Allahut të lartësuar, ndaj nuk lejohet, thot shehu, që ai të sënohet pra në jetën e tij. Prandaj kush vret një mosbesimtar, të cilit i është ndaluar gjaku, i është mbrojtur gjaku për shkak të një shkaku për këtyre shkaqeve që ne i përmendëm, me pa të drejtë thot, atëherë ai ka kryer një gjuna të madh prej gjunaheve të mëdhaja. Dhe ajo gjë që tregon për një gjë të tillë është se ai është i kërcënuar me zjarr. Dhe se është kërcënuar pra dhe është paralajmëruar që nuk do ta ndjejë aromën e xhenetit. Nuk do ta ndjejë aromën e xhenetit. Edhe pse aroma e xhenetit ndjehet pra në një distancë prej 40 vitesh. Ndërsa në një transmetim tjetër ka ardhur që aroma e xhenetit, e cila ai nuk do ta ndjejë aromën e xhenetit, e cila ndjehet prej një distancë prej 70 vitesh. Dhe disa prej dietarëve që kanë shkruar pra në lidhje me këtë temë thonë se ajo që është për qëllim këtu kur thot 40 vite dhe 70 vite është për qëllim domethënë që numri i shumt. Është për qëllim numri i shumt. Do të thotë që si thosh do të jetë shumë larg xhenetit. Do të jetë shumë larg xhenetit dhe me qëllim që tregohet që është diçka shumë si thosh e madhe, e shumtë apo e largët. Sepse thot arabët zakonisht e përdorin numrin 40 dhe 70 për treguar një numër të shumtë apo diçka të madhe, si thua. Ndërsa disa prej dietarëve kanë thënë se largësia këtu është në varësi të krimit. Është në varësi të krimit. Pra, vrasësi i cili vret një person që ka marrëveshje me muslimanët apo që është dhënë siguria, ndodh thot në varësi të krimit ai mund që dënohet, që mos ta ndjejë aromën e xhenetit 40 vite, mirë po ndodh edhe që mos ta ndjejë për 70 vite larg. Kjo në varësi të krimit që ai bën. Dhe nuk ka dyshim, thot shehu, se kjo është paralajmërim shumë i rëndë për vrasësin që vret personit cili është dhënë besa, që është dhënë siguria, dhe i cili pra është i kërcënuar me zjarr. Pastaj përmend Imam Adh-Dhahabiu hadithin tjetër, thot nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man aana ala qatli mu'minin bi shatri kalima laqiya Allah maktubun bayna aynayhi ayisun min rahmatillah." Kush ndihmon dikë tjetër për vrasjen e një besimtari, qoftë me gjysmë fjale, ai e takon Allahun e lartësuar, duke pas të shkruar midis dy syve të tij, i dëshpëruar nga mëshira e Allahut. Pra ka humbur shpresën nga mëshira e Allahut. Këtë ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Ibn Majah, mirë po zinxhiri i tij është i përfolur. Edhe që të mos zgjatemi shkurt, ky hadith nuk është i saktë, pasi Imam Adh-Dhahabiu, Imam Ahmedi, Allah më shërof, ka thënë që ky hadith nuk është i saktë, po ashtu Sheikh Al-Albani, disa prej dietarëve kanë thënë që ky është hadith i shpikur. Është i shpikur që në origjinë, mirë po Sheikh Al-Albani ka thënë që nuk është i shpikur, sepse ka
domethënë hadithe të tjera që përmendin gjë të tillë, por se nuk është i saktë. Nuk arrin gradën që të jetë i shpikur, por se nuk është i saktë, është i dobët. Mirë po thot shehu, nuk ka dyshim thot se që t'i japësh ndihmë dikujt për vrasjen e dikujt thot apo për vrasjen e një besimtarit qëllimisht dhe padrejtisht është ndaluar dhe është ndaluar me një ndalesë shumë të rëndë thot dhe me një qortim shumë të rëndë dhe se është thot një gjuna për gjunaheve të mëdhaja. Mirë po, fakti që ai ta humbi shpresën nga mëshira e Allahut të lartësuar ditën e Kiametit, për këtë thot nuk ka ndonjë argument. Përkundrazi thot, ashtu sikurse neve e kemi përmendur, ai është sikurse vrasësi që bën vrasje të qëllimt. Nëse pendohet me pendim të vërtetë dhe të sinqert dhe e jep hakun familjarëve të personit të vrarë, atëherë Allahu e pranon pendimin e tij dhe ditën e gjykimit Allahu bën që hasmin e tij pra ta kënaqim me kënaqësitë e tij. Pastaj thot Imam Adhabiu Allahu më shëroft, nga Muawiya radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran au ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Thot çdo gjuna shpresohet që ta falë Allahu. Çdo gjuna shpresohet që ta falë Allahu, përveç një burri i cili vdes mosbesimtar, apo një burri i cili vret një besimtar qëllimisht. Këtë hadith e ka transmetuar an-Nasaiu. Dhe thot shehu Allah rujt se ky hadith thot, këtë hadith e ka transmetuar Nasaiu dhe Imam Ahmedi nga Muawiya radhiyallahu anhu. Po ashtu ka transmetuar dhe Abu Dawudi e të tjerë dhe ka saksuar Sheikh Al-Albani Allahu më shëroft. Dhe kuptimi i hadithit është se çdo gjuna ka mundësi pra që Allahu i lartësuar ta falë atë nëse personi shkon tek Allahu pa u penduar. Çdo gjuna ka mundësi që ta falë Allahu, përveç kufrit të madh. Përveç kufrit të madh, thot shehu. Dhe nuk ka dyshim, ashtu sikurse neve kemi përmendur në gjunahun e parë, pra që kemi përmendur shirkun, se ai i cili vdes në shirk të madh, edhe në nifak, pra hipokrizin në besim, Allahu i lartësuar nuk e fal kurr atë. Përkundrazi, ai është përjetësisht në zjarrin e xhehenemit. Ndërsa gjunahet e tjera, Allahu po doj fal dhe po doj nuk i fal. Ndërsa lloji i dytë që përmendet është burri i cili vret një besimtar qëllimisht dhe padrejtisht. Pra çdo gjunah shpresohet ta falë Allahu përveç atij që vdes mosbesimtar dhe përveç atij që vret një besimtar qëllimisht dhe padrejtisht. Ky lloj i dytë thot shehu tek shumica e dietarëve. Aleikum selam. Tek shumica e dietarëve është përmendur thot me qëllim qortimi dhe që të trembet personi që mos ta kryej dhe ta veprojë një veprim të tillë. Pra të trembet mos ta veprojë një veprim të tillë. Përndryshe thot, edhe gjunahu i këtij, pra vrasja e qëllimit e padrejtë, është sikur si gjunahet e tjera, nëse i pendohet, atëherë Allahu i lartësuar e pranon pendimin e tij. Dhe nëse ai nuk pendohet dhe shkon tek Allahu i lartësuar pa u penduar nga ai gjunah, atëherë është sikurse gjunahet e tjera përveç shirkut, që po doj Allahu e dënon, po doj e fal atë. Dhe thot shehu se ne thot e kemi përmend kush e disa herë o vëllezër thot se duhet që besimtari ta besoj dhe ta besoj thot edhe gjithmonë ta ketë ndërmend që veprat e Allahut të lartësuar janë gjithmonë me urtësi, gjithmonë në to ka urtësi. Nëse Allahu e dënon dikë,
në të thot ka urtësi. Por nëse Allahu i lartësuar e fal dikë, prap thot në atë ka urtësi. Pra duhet obligohet për ne që ta besojmë një gjë të tillë që në çdo vepër që bën Allahu i lartësuar, në të ka urtësi, sepse Allahu i lartësuar është i urtë. Dhe ne thotë përmendëm se ai i cili vret qëllimisht, nëse pendohet me pendim të sinqert dhe të vërtet, dhe i jep hakun familjarëve të personit vrar, dhe u adërzon veten atyre thot, atëherë pendimi i tij pranohet tek Allahu i lartësuar dhe haku i Allahut bie, po ashtu bie dhe haku i familjarëve, mirë po ngelet haku i personit të vrar, i cili është vrar qëllimisht dhe padrejtisht. Mirë po shpresohet thot shehu nga Zoti ynë i lartësuar dhe i urtë që ta kënaqë personin që është vrar padrejtisht ditën e Kiametit, ta kënaqë atë me mirësitë e tij dhe t'ja pranojë dhe ta fali vrasësin. Dhe thot shehu, me këtë thotë kemi mbaruar temën që ka të bëjë me gjunahun e dytë të madh. Me gjunahun e madh të dytë, dhe inshallah herës tjetër do fillojmë me gjunahun e madh të tretë me lejen e Allahut të lartësuar. Mjaftohem me kaq. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.